Dje rreth orës 16:30 në rrugën 168 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, me urdhër të gjykatës, kanë ndaluar 35 vjeçarin FS nga Tetova, i cili kërkohej me urdhër arrest për arratisje nga INKP Idrizov. FS ishte i dënuar me 6 vjet e 10 muaj për vepra të kryera penale, nga nenet 215 dhe 396 të kodit penal, dhe i kanë mbetur 1 vjet, 10 muaj e 6 ditë për ta kryer dënimin. Ai është dërguar në INKP Idrizov për vuajtje të dënimit. Dje në periudhën kohore nga ora 9 deri në orën 21, në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov dhe departamentin për punë të brendshme Gostivar, janë ndërmarrë veprime konform një aksioni operativ me qëllim të ndërmarrjes së organizuar, sinkronizuar dhe të koordinuar të masave dhe aktiviteteve që kanë për qëllim shuarjen e veprave të kundërligjshme dhe kriminale në objektet hotelerike në rajonin e Tetovës dhe Gostivarit, të cilat janë kryer në bashkëpunim me përfaqësuesit e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, inspektorët nga Drejtoria e Policisë Financiare të Shkupit dhe inspektorët e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, ku janë kryer kontrolle në 6 objekte hotelerike, 2 në Tetov dhe 4 në Gostivar. Është kryer kontrolli, mbikëqyrja dhe inspektimi i dokumentacionit të nevojshëm në lidhje me kompetencat dhe fushveprimin e tyre si objekte hotelerike, ku janë konstatuar mangësi dhe për to do të merren masat e duhura nga ISHP, DPF dhe DMSH. Mbrëm rreth orës 22:45, zyrtarët policor nga njësiti policor Kamjan në fshatin Bogovin të Tetovës, afër xhamisë së vjetër, kanë gjetur 52 vjeçarin Ish nga Gostivari duke kërkuar lëmosh. Ndaj tij është përgatitur parashtres përkatëse nga neni 24 i ligjit për veprat kundër rendit dhe qetësisë publike.